Pas gjithë kryqëzimit nga rrjeti, nga ndjekësit e tij dhe gjithashtu nga personazhet publik, duket se Albana Bogdo nuk është menduar as pak për ofendimin që i dha Alban dhe Beatrix Ramosajt. Këtë e vërteton postimi i të vëllait të Albanos në Instagram. Fjalët e një mbreti do t'i dhembin gjithmonë mendjes së një fshatari në krahun tënd deri në fund të botës, shprehet vllai i tij. Ndërsa nga ana tjetër, Albana Bogdo ka reaguar duke thënë: "Na ka bekuar Zoti me 3 gjëra jashtëzakonisht të vyera si komb: lirinë e fjalës, lirinë e mendimit dhe ndërgjegjes, kryqëzimin publik, qoftë se përdor një nga dy të parat, duke nënkuptuar kështu që nuk ka asnjë lloj pendese."